se duhet i thuash publikisht. Tani t'i gjërë janin, tëndja e fundit fare s'ka dalë se erdi marsi. Më duke se e kishin në fund janarit, apo jo. E marë mund, kemi që kam dhe dëshmitar. Erën e fundit më ke fut live ti, më ke fut prapë së të për le. Ke fut live tani? Live jemi, po s'ka fillu emisioni akoma, pra. Okej. Se erën e fundit më të fut e live. Po ti e di që unë jam çdo emision, pra bëjmë warm-up. Po e marrë vesh. Ore warm-up e kuptën shqiptarë është do me thënë? Ti ku? Ta që din anglisht? Zemje. Digjo, ti ku? Është e vërtet kjo që së rëmë tani? Së të thash gjë. Mos thuaj gjë, midis nesh, po me kode, është e vërtet? Po, kështu e di unë. Kështu e di. Do vitë dita nesëve, o do të qëmë mesazh, do të themo ti ku, sikur s'ndodhi ajo që më themo. Ha? Po kush nga familja? Njerëz të afërt? Fare? Ha? Nuk e di. Digjo, në kohë lufte, Po. ti e di që të dyja palët gënjejnë, propagande pa parë. Për shumë në Iran tani, ke pa që po ndodh? E kam parë. Dhe të gjithë media serioze këtë thonë. Kujdes, mos besoni kaq kollaj, thot, në propagandë që bën Irani, për shumë, që goditëm këtë bazë, tu, vram kaq, etj. Po ndërkohë dhe nga ana tjetër, dhe Amerikanët e detyruar që të mbajnë me shpresë njerëzit. Ndaj se kanë vënë ujë në Terezi këta tanët e nuk e kanë mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Po pse ta mbledhin? E kanë detyrim. Po pse? Po si ne jemi, do me thënë, jemi të këzënuar në një mënyrë ose në një tjetër, po një farë lidhje kemi. Jo, lidhje tani kanë të gjithë. Jo, ne kemi një farë lidhje pak shumë. Kemi mekur. Tani duhem mbledh Këshilli i Sigurisë Kombëtare, logjikisht. Në basës do ta bëjtë madhe ky pra. Ore, po duhet mbledh more, merret një mas, ku di unë, a kemi ne ndonjë sistem ashtua, ndonjë Qa sistem antiraket? Unë mendoj që e kanë detyrim, duhet ta kishin mbledh, janë me vonesë. Shumë me vonesë. Një shtet serioz, them pa. Po këtë lajmin e pesot, do të flas tani me ty. Këtë që hakerat iranian që sulmuan parlamentin. Po leri mo këto tani. Si leri? Po ata në pikë të luftës atje s'po din nga çan. Ore që është sulmuar parlamenti, kjo është lajm zyrtar. Po Leo sa ka ndonjë hall këta këtu nxjerrin nga këto histori tani. Nuk e beson fare ti. Fare oj çoj bëjnë vetë këtu tani kota. Mos, po unë kam fabul të përsonte me ty. Po çfarë fabule ke? Fabul ti jam përgjigj një herë për këtë. Jo, por këtë s'më përgjigj. Përshëndetje toksor. Përshëndetje toksore. Ju sa po keni mbritur, jemi live tu në emisionin tim Zonë e Lirë, si çdo të martë të mërkurë në orën 10 darkës dhe të premten në orën 9 të darkës. Sonte është e mars, data i bie të jetë 10 mars 2026, mirëmbrëma të gjithëve. Ju na ndiqni jo vetëm në Shqipëri, në këtë puntat 1054 është emisioni numri emisioni sotëm, 23 vite Zonë e Lirë. Te kjo faqe ju mund të ndiqni emisionin live në këto momente në YouTube Zonë e Lirë Official, por dhe pas emisionit e keni gjithkohon atje. Për një, pjesa e para emisionit me ne sonte në studio, Adriatik Lapaj. Themeluesi, mirëmbrëma, faleminderit Tiku, themeluesi dhe kryetari i një partie e cila duhet thënë do lihet treta në zgjedhje për nga numri votuesve. Shqipëria bëhet. Adriatik, mirëmbrëma, kënaqësi të kam në studio. U bë pak kohë që s'jemi takuar, po ndërkohë unë të kam ndjekur dhe jo vetëm unë, të kam ndjekur dhe shumë të tjerë. Sot është dita e sajt në bulevard apo e keni lënë? Duhet jetë 97-a, 98-a diçka e tillë. Ka më rëndësi numri tani Adriatik apo jo? Ka rëndësi simbolika, qëndresa. Konsistenca. Po absolutisht. Domethënë unë personalisht besoj shumë te qëndrueshmëria, është e vetmja që ndan suksesin nga dështimi në terma afatmesëm dhe afatgjatë. Do flasim pak për lëvizjen tënde që po vazhdon pafund Adriatik përballë kryeministrisë me mbështetësit e tu.
por le ta fillojmë nga lajmi i ditës. Mund të ketë disa lajme dite, po ne zgjodhëm sot të flasim për lajmin më të fundit, që le do të plas tani në ekran. Plasë në ekran, le jo. Para se fillon emisionit duke folur të bashk, më thej që Arja nuk i besoj këtyre lajmeve. Tha janë lajme që hapen kot, ndërkohë që ky është një lajm zyrtar. Parlamenti është Parlamenti shqiptar, për aq sa mund të quhet Parlamenti shqiptar. Ja ku është sulmuar sot nga Homeland Justice. Është emri i këtyre hakerëve e kësaj strukturës, e këtyre hakerëve iranian. Tani ti mund mos besosh faktin në Adriatik që janë hakera iranian dhe mund të jenë hakera shqiptar. Këtë pra, këtë. Po jo se nuk është sulmuar. Jo, këtë po thosha. Më bëri përshtypje, diku pash sot në përrjet, një gazetar që harro gjithmonë emrin, Gjergjer e Bara, më duket. Po. Qofse e njeh. E njoh. Kishte bërë një ironi shumë interesante, kishte thënë, lajmi nuk është që këta ka sulmuar parlamentin. Po pse do të sulmoni parlamentin shqiptar, për çfarë arsye, çka ka atje brenda, çka sekretesh ka? Çka ka parlamenti shqiptar Adriatik, se ti edhe avokat për shembull. Çfarë mund të sulmosh parlamentin shqiptar në kuptimin e për çfarë mund ta hakerosh? Çfarë sekretesh ka atje, emaile, gjëra, shkëmbime, çka ka? Unë mendoj që sa herë këtu ka zhvillime, shpiken edhe hidhen treg këto historitë këtyre hakerave të huaj me radhë, dhe po ta shohësh sa herë ka ndodhur ka pas zhvillime problematike në vend për të sajdisur vëmendjen e njerëzve, si më thënë. Ti thua është thjesht plarje trurit shpërqendri vëmendje thua ti. Tani ata janë në një luftë me dy superfuqi botërore dhe ti mendon që kanë kohë me u marrë me atë godinën atje që çfarë të them tani. Jam dakord me ty, po kujdes sepse nuk është puna se këtu është në kuptimin është po merre gjithë shteti, po lë luftën me një anë për të bërë këtë punë. Këtu janë thjesht dy çuna të rinj të kësaj Homeland Justice, nuk e di ç'do të thonë, të cilët mund të jenë edhe këtu në Shqipëri, mund të jetojnë edhe këtu, pra mund të jenë në një nga këto zyra shqiptare këtu, mund të jenë shqiptarë që punojnë për ata, mund të mos jenë fare ata, po pra. Ideja është kjo, që ajo që unë jam kurioz dhe këtu pres të më ndihmojnë edhe njerëzit me pyetjet e tyre dhe me informacionet e tyre, te kjo QR kodi që ju shikoni këtu në ekran, zoja zotrinj, është një kuti magjike. Ju mund të çoni pyetjet tuaja atje dhe të më thoni çfarë dini ju rreth kësaj historie. Çfarë është kjo, domethënë, kush mund të ketë bërë, pse të ketë bërë? Në çdo variant. Dhe unë do i lexoj. Në çdo variant kjo tregon një paaftësi totale dhe po ta lidhësh dhe me akshin, ne kemi hedhë qindra milion euro për të mos ndodhur këto. Kjo është e vërtetë. Po ta marrim në parim se ka ndodhur. Kjo është e vërtetë. Pra ne kemi hedhë llogaritet 500 milion euro, thë ndryshe mbi 500 miliard lek në këtë vend, që këto mos të ndodhin dhe përfundojmë që një në 2 vjet na ardhkan dhe na e bëkan çarçaf gjithë sistemin ton kibernetik. Kjo është për të vënë duart në kokë. Po pra, po. Mjafton të lexoje dosjen e akshit dhe kuptoje që parat që duhet shkonin për këto sisteme, nëse është e vërtet kjo. Ore, që është e vërtet që është hakeruar, kjo është e sigurt mo. Parat që duhet shkonin për këto sisteme, kishin shkuar për të blerë çokoladë Albeni, Ulker Albeni, nga ato. E pasha të lajme, po e të 10 milion. Më kupton kaq është një lakurisi e shpifur e dështimit total të sektorit të lavdishëm që kryeministri e thoshte me aq krenari. Është 8 karton, është në fakt kur e mendon. Karton dhe fatkeqësisht e them me shumë dhimbje këtë, kartoni kategorisë i cilësisë dobët. Po, se ka dhe kartonat mirë do të thotë. Më dhëm, domethënë, ka kombe që nuk kanë dot shtet. Ne e trashëguam dhe e kemi një shtet dhe duhet punonim që të kishim një të vogël, po model. Se i vogël është dhe Izraeli. Po, i vogël është kur e mendon. Po, të vogla janë shumë shtete, mo. Edhe Singapori është shumë i vogël. Singapori është sa qarku i Durrësit, për shembull. Si sipërfaqe pak a shumë. Diku te 760. Puna është ç'bën me të, si e ndërton atë, si e bën atë që njerëzit jetojnë mirë. Filozofia mbi të cilën ngrihet, ekonomia, më kupton? Pra po të marrësh Singaporin, ka qenë kënet. Pa resurse natyrore. Po të marrësh Japonin, pra ne sot Japonin e shohim si një vend super zhvilluar. Po mbi 97% të gjithë elementeve të vetë industriali importon, më lëndës parë, e importon. Nuk ka lëndë para. Këtë fala nga Egli. E kush? Nga Egli.
Eglandi, po i them. Okej, nga Egli po, fala. Dhe e importon. Po çfarë kanë bërë? Kanë ndërtuar shoqëri që e vën theksin të zhvillimi, të puna, jo të oafet, jo të fasada. Kryeministri, parlamenti, ja gjojnë energjitë se si të bëjnë, jo se si të ndalojnë njerëzit që të bëjnë. Të mesh me shkruajme. Dhe ne jetojmë në një vend, do thua që i kemi thënë shumë herë, po ende nuk janë bërë, duhet i themi, derisa të bëhen. Me mund ta imagjinosh që jeton në vendin e dytë nga sasia e ujit në Europë, për banor, dhe ende nuk kanë ujë qytetarët tanë. Do me thënë, jetojmë në një vend që ka sot fushën e dytë aktive naftmbajtëse më të madhe të Europës, patos marizëm, dhe ne sot e paguajmë çmimin e naftës nga më të shtrinjtë në botë. Tani ma shpjegon do të mua si mund të ndodhë kjo. Pra është aq i shpërdoruar, aq i vjedhur, sa... Jo, unë kam shpjegimit, e kam thënë, po ti zbie dakord. Jo, shpjegimit e kam thënë, me që e bënë, se më pëlqen shumë kjo që thua ti dhe unë jam dakord. Po fatkeqësisht, përderisa banorët e këtij vendi po rulen, pra palosen kollaj, dhe nuk duan ta marrin në dorë jetën e tyre, është kaq e thjeshtë, kushdo që ishte në vend të tij, mund shumë të bënte, e kupton? Dhe kjo është se para se të hynim në emision më the ti çapo bën aty vajte gjatë. Jo, prit, do vemi atje, po një sekond sepse dua që të jemi korrekt me pyetjet me këto fabula që nxjerrim në ekran. Mund ta nxjerrim edhe një herë atë Ledio, të na shpjegosh të lutem ç'është ajo tabela, sepse për shumë kënd mund të jetë pak e çuditshme. Ky është naimi fundit zonja Zotrinj. Ledio, me zë të lartë, mund na i thuash ç'është kjo tabela vëlla, për ta kuptuar? Po çoj pak zërin, please. Ledio. Ndërkohë pres, sugjerimet tua filluan të vinë te Totusi, këtu te QR kodi. Kam bërë logik kështu e skanojnë njerëzit, teleshikuesit e logojnë dhe pastaj bëjmë pyetje. Ledio, jepi vëlla. Okej, kjo është this is also from Homeland Justice. Kjo vjen mesazh nga Homeland Justice. Po? Është akses në të gjithë infrastrukturën dhe në gjithë infrastrukturën cyber, do me thënë kibernetike, të korruptuar dhe terrorizmit të sponsorizuar nga kuvendi. Si edhe njerë, se kuptova Ledio, sepse ullë zëri ti, duhet ta çosh pak zërin. Unë në studio të dëgjoj shumë keq. I sponsorizuar nga? Atëre, ky veprim është nga Homeland Justice. Po. Dhe është akses në të gjithë infrastrukturën kibernetike të vendit korruptuar të sponsorizuar nga kuvendi. Të kuvendit korruptuar. Say hello, thuaj përshëndetje, thot to you. Dhe thot, we will make sure that this shame will remain with you forever. Do jemi të sigurt që ky turp t'ju ngelet gjithmonë. Pra në një familje duket edhe si një goditje politike apo jo? Pra po i thot qeverisë shqiptare, në këtë rast parlamentit, jeni të korruptuar. Është kështu apo e kuptoj? Po, praktikisht, ti parlamentit korruptuar, kjo është. Tani, Tiku, në këtë vend qesharak, faleminderit Ledio. Në këtë vend qesharak, mbaj këtë Ledio mos e hiq. Dhe sa për informacion të njerëzve që nuk e din, normalisht këto mesazhe mund t'i gjesh tani në Telegram apo jo? Pra atje në Telegram, po hyre, mund t'i gjesh të mesazhet e këtyre. Kështu është apo jo? Këtu Ledio nuk ka çto se nuk është Telegram. E kuptova. Adriatik, ajo që është interesante në këtë rast është Homeland Justice. Kush do qofshin këta vëlla? Po. Duket se këto janë mesazhe që kanë shkuar deputetëve në email. Ajo ka shkuar gjithë deputetëve? Po. Tani, qofshin iranian, qofshin shqiptar. Nuk ka rëndësi çfarë janë. Unë nuk jam ekspert i fushës. Po nuk ka rëndësi më askush, se ti mundon se jam unë jam fare jashtëloje, unë si kuptoj fare këto, fare. Unë dhe këtë ma bën dikush tjetër, të iPad-it tani shikon ti këtu që unë shikoj mesazhet, ma bën dikush tjetër, s'di të lidh dot WhatsApp-in këtu, është merr o burr. Ignorancë totale, errësirë, por nëse çon si ka. Një gjë që nuk e di dhe e them hapur vëlla, s'kam asnjë problem. Do thosha që kjo këtu është një perl. Imagjino për një moment Adriatik, sikur kjo, imagjinoja për një moment, kjo është fantazia ime tani. Por kam bazë ta them. Mos ndoshta kjo është opozita reale në Shqipëri, dhe nuk jeni as ju, as Agron Sheaj, as Arin Qori, as Berisha, as njeri, mos ndoshta janë këta mor burr. Mos ndoshta ju të kërkoni kush janë këta, sepse nëse ka një dëm që mund t'i bëhet kësaj qeverie, nëse do të rrëzosh, dëmi një nga dëmet më të mëdha është kjo që po bëjnë këta çunat, që nuk e di çfarë janë. Unë nuk besoj. Cili është dëmi? Ja një sekond. Urdhë? Cili është? Ta hakerosh, se ata nuk vetëm futen në emailin tënd, po.
të institucioneve. Dhe nuk është institucioni i parë ky që kanë akeruar, valla, kanë akeruar Timsin. Çfarë do nxjerrin më shumë se çka dal deri tani? Dale më një sekond, nuk mund të nxjerrin. Mesazhi lexon çfarë është? Po. I korruptuar. Edhe? Pra, përdorin fjalët tuaja. Akuzat tuaja përdorin këta. Për një sekond. Një sekond. Çfarë tani, unë jam duke thënë diçka tjetër, mundohet të më kuptosh mirë. Nuk jam duke mbi vlerësuar këta dhe në vlerësuar ju. Jo, s'tash atë. Jam duke thënë këtë tjetrën. Mos ndoshta themun. Nuk është kaq e lokalizuar kjo histori, pra këta që vetë quhen Homeland Justice, që nuk e di ç'do të thënë në anglisht. Justice e di që është drejtësi, po Homeland ç'do të thënë? Drejtësia e dheut. E atë dheut, perl. Tani, këta vetëm iranianë nuk duken plak. Të duken iranianët i këta më? Shpun ka iranianët me korupcionin në Shqipëri, vëlla. Maftua do ti mua? Dale më dale, o ti ku, një sekund. Unë ta thash mendimin tim. Pra nuk janë iranianë, thua ti. Nuk mendoj që në kushtet që ata ndodhen të luftës ku ndodhen, do kishin kohë të merreshin me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, që është një hiç pa gjë në lidhje me këtë histori kaq. Pra, ti mendoj që nuk janë iranianë, janë të ashtu quajtur iranianë, por që mund të jenë shqiptarë. Po nuk janë. Që sa herë këtu ka pas skandale, apo priten skandale, del nga një histori e këtyre sistemeve që rrëzohen edhe një grup iranian bën këtë që bën. Nuk po them janë as janë se nuk di ta them. Në disa mesazhe di çfarë shkruajnë ti ku? Se duhet të interesoj kjo gjë tyre. Se je kryetari një partie dhe duhet të jesh dijeni për këto gjëra. Pra mos duket sikur janë, nuk duhet të jesh indiferent, mendoj unë. Më falë për këshillën, po ta them miqësisht. Në disa mesazhe di çfarë shkruajnë? S'mund të lejojmë që taksat e vendit ton të përdoren për terrorist, duke referuar kampit Mek. Vendin ton, thotë, vendin ton. Pse thonë vendin ton nëse janë iranian? Po unë ta thash dhe njerë, pra, në gjykimin tim nuk besoj se e lidh me rastet të tjera, në të 3 rastet kur ka ndodhur kjo histori, ka pas nga një skandal në Shqipëri. Që ka ndodhur apo pritej të ndodhte. Dhe unë mendoj që në Shqipëri gjendja është ajo që ju e dini, por pritet të ndodhin gjëra shumë më të mëdha. Pra ti dhe këtu është shumë interesante, dhe kjo më pëlqen te ty. Ti dyshon që mbrapa këtyre mund të jetë dhe vetë Ramsi 4. Unë besoj që njerëz e ti që e bëjnë. Shiko, e ke parasysh parimin e vaksinës? E vaksinës kujt? Ndaj Covidit? Ndaj trupit njeriut. Dakor. Pra njeriu injekton me vaksinën, injekton virus të dobësuar praktikisht në trupin e vet. Sigurisht. Që kur të vi virusi i vërtet... Fillon antitrupa të reagon. Fillon antitrupa, trupi është mësuar dhe ajo lufta dhe trupi mbijeton. Sigurisht. Praktikisht, po ta them në 2 rastet e para, në rastin e parë kam besuar, pastaj në 2 rastet, duke qenë se ndodhi për herë të dytë, dhe tani po ndodh për herë të tretë, dhe në të 3 rastet ka pas zhvillime problematike në Shqipëri, dhe në kushtet ku ai vendi tjetër aty është në një luftë, nuk mendoj që ndodh prej andej, mendoj që ndodh prej këtu. Po mund të ndodh dhe prej andej, nuk di ta them, nuk jam ekspert i fushës. Mund të jetë dhe Ramsi, mos duket në një çuditëre. Mua më ka shkuar në mendje kjo gjë, 100%. Ati do interesonte kjo gjë. Aty kish një shprehje, po ta lexosh me vëmendje, thoshte ku do t'u vit turp, siç e tha Ledio, ç'a lexoja dëgjova. Po pra, do t'u vit turp gjithmonë. Ajo praktikisht është një shantazh që ndoshta i referohet X apo Y deputeti, nuk e di, se mund dal diçka. Atëherë është të gjitha bisedat dhe korrespondencat e antarëve të korruptuar të Kuvendit gjatë muajve të fundit janë në duart e Homeland Justice. Okej, ja. Ne jemi shumë më afër jush se sa mendoni ju. Çfarë perle më. Ai keni strehuar vërtetat e vrasës. Tani, je dakord me mua që vrasës fëmijësh? Prit. Ne do të sigurohemi që ky turp të mbetet me ju për gjithmonë. Tani, je dakord me mua që duhet mbledh Këshilli i Sigurisë Kombëtare? E zëm se kjo duhet të na e provojnë institucionet këtë. Cilat institucionet? Po lufta është disa ojshe, lufta është konvencionale me armë. Kjo është kibernetike. Po qartë. Tani Këshilli i Sigurisë Kombëtare duhet të mbledhet, si thua ti, se përtej parlamentit çfarë institucioni duhet të cënohet? Edhe mund të mbledhet më, po ja unë mblodh, e çfarë pastaj? Duhet marr masën. Nga si, me kë? Po këtë punë sqarojnë vetëm izraelitët. Pra po më thua që ne nuk kemi ekspert në këtë drejtim, por ne kemi harxuar 500 milionë euro për këtë histori. Po pse 500 milionë euro, për çfarë kemi harxuar thua ti? Po në letra kemi harxuar eksaktësisht për këtë. Po. I kam vjedh. Po pse ç'a? Po mirë.
Ko ti ku, pëse ku jemi më burë? Ju më unë jam i qartë në në shesh. Ore digjo, ka ca njerëz mendojnë se do kenë disa jetë. Po. Këta që bëjnë këtë punë, mendojnë që do kenë disa jetë, pra nuk është vetëm jeta e parë kjo. E mo krimba do t'i janë vetë. Po e di pra, po ata në mendjen e tyre, valla. Megjithëse kanë shumë, duan dhe më shumë. Duan dhe më shumë, dhe më shumë. Tani, kjo është një problem, shiko, kjo është natyra njerëzore, nuk e çaj bën fare. Ne nuk mund ta korrigjojmë dot të tiku. Si gjuhë parlamentare duket kjo në fakt. Si gjuhë? Si gjuhë parlamentare duket kjo në fakt. Në ç'kuptim blet jo? Po, si e shkruar atje duket. Nejse. O çani, hama tani, mos më ngatroni tani me këtë, se ma keni thënë disa herë, se nga do njerë, ku më shruani kështu, ma më kujtohet një emision që kanë bës bërë dikuri, që nuk e thoshe emrin, po që e njifni të gjithë në radio, një gjurë kështë zakon, kur ju më qoni shrugjora, unë ju shaja, po ju shaja me të mirë, pastaj ju më shanit më shumë, nesa në fund fara që beshim shok prapë. O çani, pse ke filluar ta mbyllësh kaq shpejt? Mos e zgjero tani. Mos u fute puna unë t'ja fu ndonjëherë se kur shtrihesh për gjumti. Ti, Miri Sabës thot. Miri Sabës do ta gëvi me mua. Miri, nëse doj ta gëvim bashk, kjo koston. Dakor? Është e thjeshtë fare. Unë mund të dedikohem ty komplet, Miri. Komplet, bashkë me tikun. Jo, unë jam... Por koston, Miri. Unë e di që ti je i gatshëm. Si do më gjesh, është e thjeshtë fare, më lëri një letër të MCN-ja. Tani si t'ja them njerëzve o burr. Se këta kujtojnë se unë dalë për Gallatu. Se ti si o këta të MCN-ja, pastaj do thoni na erdhën për... Po fjala që bie o burr. Shoferi i satelitit, thot. I satelitit Albania 1, këtyre të Ramsit që. Paguan $6 milion për ato. E di mo. 6 milion. Çfarë punë bën? Ore ti goti jam atë ja. Çfarë punë bën domethënë? Më thuaj një punë që u bë me ata satelitët. 6 milion. Na mbrojnë më nga këto, Irani nga këto. Po ato kanë zbritur, po puna është aq sa ndonjë në qiell. Vazhdojnë paguajnë akoma? Jo, paguan me 6 milion. Ah, okay. Për sa kohë? Ja 2 vjet, u paguan 6 milion. Po që janë 6 milion o burr tani për një vend si Shqipëria. Ah, okay, dakor. Këtu ikin miliona të jetës sa kanë ikur te akshi o burr. Qartë. Shofresa e thotë, edhe USA pranej sa bukur, shofresa e satellitit Albania 1. Edhe USA pranej Iranit me heq vëmendjen nga Rama, thot. Tallen njerëzit. Pastaj thot Demi Komi. Zëçan mi mbrëma, ky hakerimi supozuar është ëndra stritane e kryeministrit. Aros Zëri thot, më fal. Aros ka bërë një mesazh mos përmend emra të tjerë nëpër mesazhe se nuk i lexoj dot. Janë sa emra që i lexoj dot. Kurse janë emra kështu njerëz publik domethënë. Ti Miri Sapos do vazhdoj kështu do të përjashtoj, do të bëj blog, dakor? Mos më me gjëra të kota. Rita Thelbi. Mos përmend njerëz kanë punuar me mua dikur, nuk ka rëndësi fare, dakor? Miri Sapos. Tolstoi thot çani mos dosha do shohim një rrjedhje të dosjes së Ballukut pas ti hakerimit thot. Edhe mundet. Edhe mundet? Po se më dosja e Balluku është? Jo, nuk ka dalë. Gjitha ta deputet opozite, asnjëri nuk pati guximin ta nxirrte. Ja, do flasim për këtë. Si ishte mundur ky grup i hakrave të kenë akses në sisteme të tilla kurdo që ata dëshirojnë, lindin disa pyetje. E kanë për Adriatikun thot. A kanë dikë brenda i cili jep akses kaq lehtë? A është i skenuar vetëm nga shteti i Shqipërisë pasi që është paguar një shumë e madhe parash në kompaninë Microsoft për sigurimin e këtyre sistemeve? Nuk jam njohur si fushës. Po interesante janë si pyetje, se këtu pyetje duhen bërë. Përgjigjet nuk i dim. Unë për ndonjë ligj, për ndonjë nen, jap për këtë pjesë nuk e njoh. Thot Oçani Tikut, nuk e di pse Tikut i ka ngelur thot mendja tek resurset natyrore. Krahason Singaporin me rrugët tregtare më të rëndësishme në botë apo Japoninë, shtet 120 milion banor me Albanin thot dhe ish kolegët dhe ish kolonelët tanë kanë pranuar që na pushtonte shoqata e gjuetarëve të Janinës. Nëse dikush mban mend emrin e kolonelit ta thot. Do ta shpjegojmë këtë punën e po me një fjali se nuk jam vetë. Po ai Singapori ka përballë një vend tjetër aty që nuk e ka zhvillimin e Singaporit. Në të njëjtin territor janë të shtrirë ata. Po nuk është çështje e pozicionit, është çështje se si menaxhon resurset. Dhe po ta marrësh për pozicion, pozicioni që ka Shqipëria është jashtëzakonisht i favorshëm. Sa ti Singapori është në një lagështirë pa parë thon. Ktu është në mes të dheut, mes dhe, dhe është në një nga portat hyrëse kryesore të Europës. Dhe ne kemi shtrirë në 2 dete, në detin Adriatik dhe në detin Jon, dhe nga ana tjetër ne dominojmë një nga palët që dominon ngushticën e Otrantos, që është pika hyrëse për të gjithë trafikun detar në Maltëzi, në Sloveni, në Kroaci,
në Bosnje dhe në Italin e... Dhe se këtu s'ka shumë naftë, do ishte bërë nami të ngushtisë e Otranto, si që bëja tani të ngushtisë e Është Ormuzit. vërtet kjo, referuar pozicionit geostrategjik ka Shqipëria, ne sot duhet ishim eksaktësisht një pikë tregtare si Singapori. Sigurisht, më. Eksaktësisht. Patjetër. Dhe pyetje tjetër, tiku, sepse këtu nuk mbarojnë tani, janë të shumë njerëzit, thot një pyetje nga jeta, thot, për Adriatikun, sipas tij thot kur pastrimi i parasë pisët nga droga dhe korrupsioni të përfundoi, Shqipëria çfarë do të pësoj? Do një parashikim nga paratë e drogës dhe të korrupsionit nuk ka pasur hajër asnjë vend. Po të që këshu, vëndet që janë produset më të mëdha të kokainës në botë, do të ishin vëndet zhvilluara, e kundër ta ndodh. Po thot kjo, kur të bjerë kjo thot, ç'a do ndodhi? Mjerim në fazën që jemi, ajo prodhon mjerim. Se vret konkurencën, vret drejtësinë. Në fazën kur s'do jetë më? Në fazën kur nuk do jetë më, vendi do fillojë do lulëzoj. Po do ketë një rënje apo jo? Të përkohshme, por është një rënje shëndetshme, absolutisht. Është një rënje shëndetshme që do stabilizoj vendin dhe pastaj do prodhoj ekonomi të shëndetshme. Jam pa fund. Ora është 10:26 minuta. Ne do bëjmë një pauzë vogël e do ikim të mbushim pak makinën, me i po flisim për naftën e Tikun, dhe Shqipëria ka shumë naftë, po me çmim shumë të lartë, dhe do rikthehemi prapë.